flasin shqip. Me largësi ku rrugët s'kan barim, ku fjalët humbasin në tjetër tingulleri. Në zemër ruaj një dritë plot grohtësi, ajo më flet but në gjuhën shqip. Si zot që kthejem prap në fole, edhe unë e gjej rrugën tek ne. Këndoj me zemër me mall e gëzim, këngën time të bukur shqip. Zemrat flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la. Dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, ndjejmë shqip, zemra na bashkon. Me buzëqeshje, me dritë në sy, krena jemi, unë me ti. Edhe kur jemi larg nga shtëpia, na merr malli për zërin e dashurisë. Një fjale ëmbël na sjell kujtim, dhe zemra re përsëris shqip. Le të luajmë, le të këndojmë, traditat tona ti kujtojmë. Si një përall që s'ka mbarim, që jeton në çdo zemër shqip. Zemrat flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la. Dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, ndjejmë shqip, zemra na bashkon. Me buzëqeshje, me dritë në sy, krenar jemi. Është një këngë që s'ka kufi, që linë në zemër e rritet e ti. Është një dritë që s'fiket kur, gjuha jonë si një flutur. Zemrat flasin shqip, la 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 la, këndojmë fort me dashuri, la 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 la. Në çdo vend, në çdo kujtim, do të jetoj për jetë shqip. Flasim shqip, me zemër plot, ndjejmë shqip në këtë botë. Ne këngojmë me lojë dhe gëzim, zemrat tona flasin shqip. Mirëmbrëma të dashur miq. Ja ku takuam sërish në fundjavën tonë, e cila bën bashk të rriturit dhe fëmijët. Ka bërë bashk edhe Peter Panistët si Xhaxhi Sandri dhe Teta Moza. Mirëmbrëma Teta Moza. Mirëmbrëma të gjithë ju fëmijë të dashur, kudo që jeni. Unë e di që ju jeni tani duke na ndjekur, sepse ju mezi e prisni orën 6, orën 18 me orën e Evropës, me orën shqiptare, por edhe të gjithë ju që jeni për të oqeaneve, që jeni larg, por jeni gjithmonë kaq afër brenda nesh. Sepse si është e kënga jonë, zemrat flasin shqip, ne ndjejmë shqip, jemi shqip dhe përcjellim mesazhe shqip. Apo jo? Dhe krenohemi për gjuhën tonë të bukur, atë gjuhën shqipe. Atë gjuhën e hershme të bukur. Dhe misioni dhe qëllimi i këtij emisioni ai është që të kujtojmë të vegjëlit tanë, bashkëdhetarët e vegjël, kudo që janë, të kenë qasje me gjuhën shqipe, ti rrëfehen gjithçka e të bukur në gjuhën e nënës. E ku ka më bukur se të shash shqip, të duash shqip, të flasësh shqip e të shprehesh shqip. Tani, nuk është aq shumë bukur të shash edhe shqip,
Pse? Edhe mund të shash, ne jemi njerëz, ne edhe mund të shajmë kur na e marrin detyrat për shembull që nuk duam t'ia tregojmë shokut, ne I themi, dreq, ku ma more? Të vjen më mirë në shqip, sa në gjuhë tjetër. Të vjen më mirë në shqip, por nuk shiko, është me ato me se si edukohemi dhe se si e ndjejmë, sepse për shembull nuk ke shar asnjëherë kur ke qenë I vogël. Prit, se nuk kam shar si mall, jam më I vogël. Për shembull, italianët për shembull janë të famshëm për të shar. Edhe I tingon bukur. Edhe I tingon bukur ajo. Por, atë që dosha me thanë është kjo që për shembull, përveç programit tonë, përveç çdo gjë të bukur që bëhet, sidomos për fëmijët emigranta, për përmirësimin, kualifikimin dhe zotrimin e mirë të gjuhës shqipe, ka shumë institucione të cilët punojnë. Për shembull, unë para 2-3 javësh isha në Asti të Italisë, është në një zonë në veri, që ka një shkollë, ka një kurs, ka mësuese, ka disa mësuese të cilët 3-4 herë në javë bëjnë kurse nga 2 orëshe të gjithë fëmijëve, por edhe atyre më të rriturve, të cilët domethënë o kanë lindur ose kanë ardhur shumë të vegjël në emigrim, dhe I mësojnë me shumë kënaqësi, e mësojnë gjuhën shqipe. Dhe po na ndjek Gabri. Gabri, përshëndetje. Gabri është miku ynë I cili vazhdimisht edhe në programin e të rriturve, ai na ndjek dhe na jep urimet tona më të mira. Edhe na quan Dielli dhe Hëna, ne të dy. Jemi për Gabrin, Dielli dhe Hëna. Ti e Dielli dhe Hëna, po. Shu na quan Gabri. E ku ka më bukur se kaq, E më fal se ta ndërpreva punë, kisha një propozim. Jo, desha të thoja atë që këtë realitet unë e preka me dorë vetë, sepse ishin për shembull grupi recituesave, grupi vallëve, grupi I korit, që këndonin aq bukur në shqip dhe bisedonin të gjithë shqip. Edhe pse ishte një ambient shqiptaro-italian, po ti do t'ja tregosh atyre fëmijëve, do t'ja tregosh Unë ja tregova që atë ditë, ato më thanë, ne do bëjmë çmos, që t'ju ndjekim shpeshherë dhe biles do na dërgojnë edhe materiale ato. Po pse kjo goca që më ke sjell ti mua tani do ta vendosim të gocën. Kjo goca nga ai grupi ishte? Ja, kjo. Jo. Stasera vi eseguirò dal Musigatto I 3 re dall'Oriente, leggerezza e zombichetto. Buon ascolto.
do na e Kjo prezantojë. shtriga e vogël, kjo shtriga e vogël, Si e ka emrin? Okej. Ti e më emrin ta kam thënë, unë e ke aty të shkruar, e ke të lexuar, e ke të gjitha. Mo Xhaxhi Sandri nuk do na e Tash duhet ta prezantoj e ti tash këtë vajzukën e vogël. Ajo është një mbese imja që unë e dua aq fort, është shumë e llastuar, është llastic, është nga Shkodra. Po ti s'ma ke dhënë emrin mua, vetëm video nuk e nisur. Jo, ta kam thënë edhe emrin, po ti nuk kujtohesh se bile ti më the mu, po mirë the, po adresën, si e ka kjo vajza, kjo Noemi the ti, si e ka emrin kjo Noemi? Noemi nga Italia. Dhe ku jeton the ti kjo Noemi? Dhe unë të thash që është në zonën e Bergamos, edhe që unë mamin dhe babin e tyre du fort, ajo ka dhe një vlla që pikturonej, quhet Kevin, si djali im. Sa ka sjellur vllai ato pikturë? Është i vogël akoma. Është i vogël. Do rrit, është i vogël akoma. Noemi, Unë e përqafoj, ja puth ato sytë e bukur, edhe herën tjetër do dal aty. Më ka thënë, e di se si më ka premtuar, dëgjoni edhe ju kalamajat e tjerë. Më ka thënë, Xhaxhi Sandri, kur unë ta kem mësuar shumë mirë gjuhën shqipe, atëherë do vi edhe do flasim bashkë, do vinë programin tuaj, do ju tregoj gjithçka. Do na tregoj një prallë apo një vjersh në gjuhën shqipe. Ti jepi ata mësoj ajo, jepi ata mësoj. Xhaxhi Sandri, neve do t'i mësojmë të gjithë fëmijëve në emisionin ton, ne nuk tregojmë vetëm porralla, nuk transmetojmë vetëm morale, por neve jemi edhe pak mësimor, pak didaktik, si quhet në shkolla. Dakord, ne aqsa na e lejon mundësia dhe programi, ne bëjmë gjithmonë më të mirë dhe më të bukur. Nuk do bëjmë shkollë të imërcisim fëmijët, se në shkollë janë gjithë ditën ato. Por, të kujtohet ty që mësuam pjesët e trupit, që mësuam kokën. Për të setilet e kokët, tani unë jam kurios të di ku do shkosh ti tani. Kush vjen pas kokës? Edhe qafën e bëm? Kush vjen pas trupit? Trupi! Dëgjoje, u sa nxënë si dobët ti, shumë i dobët ti. Shikoje. Maja, mirë se erdhët në kanalin Zëri i Ëndrës për emisionin Zemrat flasin shqip. Sot do të vazhdojmë të mësojmë pjesët e trupit në gjuhën shqipe. Përshëndetje edhe një herë. Ju kujtohet fjala përshëndetje, nuk e keni harruar. Le të fillojmë. Qafa. Qafa. Trupi ose pusti. Gjoksi. Gjoksi. Kurizi. Kurizi. Që shtrihemi. Barku. Barku. Krahu. Krahu. Krahu që bëjmë ushtrimet. Përyli. Përyli. Ndërsa kjo është dora. Dora. Ja dhe gishti. Gishti. Këmba. Kjo është këmba. Ndërsa kjo është shputa. Shputa e këmbës. Ja dhe gjuri. Gjuri që e vrasim sa herë neve rëzohemi. Miru pafshim kalamaja! Miru pafshim për këtë pjesë. Po jo për këtë. Ne tani kemi filluar. Ha, teta Moza. Ta Moza. Okej. E ke mikrofonin përpara ti apo jo? E kam. Pse nuk dëgjohem mirë? Nuk dëgjohem, ja.
Ja, po tani dëgjohen? Tani është në rregull. Tani, se unë asnjëherë nuk e kam ditë, po kjo është ignoranca ime se e kam harruar. Quhet bryli apo bryli? Me ë apo ë? Bryli. Pse kishe shkru bryli ti? Ta them unë, sepse atë videon e ka bërë një shoqja ime që është korçare. Edhe Po bryl kam bëj. Ka mundësi ta ketë thënë gabim nga dialekti. Edhe ti Xhaxhisandri sa shumë i vëre këto gjëra. Sepse ato fëmijët, nga që do mësojnë tek ne, duhet të mësojnë edhe këtë gjëra. E mirë, bëre mi që e korrigjove. Hej, kanë ardhur ca mesazhe. Do t'i lexosh? Hajde. Ta shikoja. Moza Shehi, urimet e mia, miqtë e mi. Faleminderit Moza. Faleminderit. Bravo zemra e vogël, shumë me ndjerë. Toni. Për pianisten ton të Për vogël. pianisten. Ermir Prevazi. Ta lexoj unë këtë, ta lexoj këtë. Lexoje. Teta Ermira na përshëndet gjithmonë. Ajo është shumë e mirë. Ajo më thot mua gjithmonë lepuruse ose moxhi. Dhe unë e përshëndet teta Ermirën, që është kaq e mirë me mua, edhe mu ka quar lepurusha. Unë e falenderoj. Edhe i them, ti je shumë e mirë që je me ne dhe kaq e ngrohtë dhe dashur tet, unë nuk kam parë asnjëherë. Edhe teta Ermira na thot, it's time to tell story. Që do të thotë? Është koha të bëj si ignorant tani. Është koha të tregojmë histori. Pra, teta Ermira po fton të gjithë vogëlushët, ne kemi vënë dhe linkun aty, të gjithë Peter Panistët, të gjithë gjyshet, mësueset, edukatorët, të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e emisionit, të vinë dhe të tregojnë një histori të bukur këtu me ne, për ne dhe për gjithë fëmijët që po na ndjekin. Merita Palushi, kjo është ajo mami i asaj shtrigës në vogël. Jesaj Noemi. Përshëndetje, përshëndetje. Mi mbrëma zia Moza e zio Sandri. Vi prometto che parlerò mirë shqip. Në shkru Noemi, shpirt i vogël. Ju falenderoj e un abbraccio forte forte Noemi. Faleminderit Noemi. Grazie tesoro. Congratulazioni a te. Grazie che sei con noi. Faleminderit që je me ne, Noemi. Laura, mbi mbrëma miqtë mi Sander dhe Moza, sukseses tonë dhe përqafimet të gjithë miqve të vegjël. Laura, të presim me ndonjë poezi, tregim, prall, që të dushti. Në Prevazi, urime, Si e rëskaluar që na çoja të videon, po tani le të vi live të na e lexoj. Shpresa Mejdani, përshëndetje, sa shumë që qënkën, bravo. Elizabeta Isufi, ju përshëndes, e dini që ma bet në bazitën të këndshme me këtë surprizë. Faleminderit Eli. Ti e ke linkun aty, merre dhe futu në emision dhe hajde lexoj një prall për fëmijë ose një vjersh. Më mirë një vjersh të vogël për fëmijë. Ju vetëm e Po e ke vën linkun ti? Vën linkun. Po e kam vën. Okej. Ashtu dhe tani. Është momenti to tell story. Ka të tjerë? Ja. Jo, nuk ka. Është momenti të tregojmë një histori. Ne duam sa më tepër komentuese, duam sa më shumë që të na tregojnë çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet të themi. Shikon në ardhur një kështu mesazh nga teta Manusha që Ismailaj. Ajo që është larg në Island. Bravo. Përshëndetje për emisionin Zemrat flasin shqip, një hapësirë mrekullueshme që jep zë fëmijëve dhe ëndrave të tyre. Me dashuri dhe kujdes për të vegjëlit, ky emision mbjell vlera, kulture dhe shpresë, duke na kujtuar se fëmijët janë zemra së ardhmës dhe drita e çdo shoqërie. Urime, respekte. Un kam një mbes që ne jetojmë në Island dhe e din shumë mirë shqipen. Dhe unë besoj se tani ajo mbesa jote është duke në ndjekur. Dhe ne,
Manushaqe, Zoj, Mike, thuaj i që të vite këne. Pa tjetër, të gjithë. Në nis ndonjë video. Qoftë duke biseduar me gjyshe. Mjafton që t'i shoj, mjafton që të kemi fëmijët aty. Se ne të dy, sikur jemi qik këtu. Sikur jemi qik të mëdhenj, po a do të bëjmë një qik fëmi tani ne? Do bëjmë një qik të vogël fëmi. Dhe gjota. Gjaci Sandri, unë kam përgatitur një dramatizim nga një përrall që e kam shkruar në librin tim të fundit të përrallave. Që ke titulluar Ami, Tedi dhe Trumcaku Gushvers. Po kjo përralla si quhet? Kjo titullohet? Kjo përralla titullohet Leporushe e bukur dhe Velpra dinake. Dakor, këtë herë do e shti Velpra. Herën tjetër ishe unë Gomari edhe Ujku. Po shiko se nuk të shkon Leporushe. Ty nuk të shkon Leporushe. Do t'i ndrojmë po deshe. Ja. Dëgjo tani. Jo se jam pregatitur si Velpra. Ashtu, do bësh në një zhurmë si Velpra ti? E diti se si bën Velpra kur është në qefe, di si bën? Si bën? Shtu, sa më shiroj. Shiko, para se të fillojmë, Shpresa Mejdani na thot sa ide e bukur, faleminderit për hapësirën që i jepni të vegjëlve. Po ju ndjekim me çunin tim të vogël që flet dhe kupton shumë mirë shqip. Urime, Faleminderit. Ja, kjo është momenti i kënaqësisë tonë kur ne arrim që të prekim në zemrat dhe të shkojmë aty ku duhet. Faleminderit edhe të rriturve që i mbajnë pranë fëmijët dhe ndihmojnë që ky emision të rritet. Shiko, në këtë orë dhe në çdo orë tjetër, nuk e mendoj se mund të ketë gjë më të bukur për të kaluar një orë ato voglushet. Një orë ndryshe. Hajde tani. Leporushe. Jepi. Erdha. Që diell i bukur sot, Një ditë tamam për të shëtitur. Dhe kjo shkolla, po si nuk di të mbaroj kurrnjëherë? Në vend që të shikoj këtë diellin dhe ta shijoj, më duhet të mbyllem brenda mureve të shkollës. Apo se duroj dot edhe atë mësuese Mielmën, që vetëm flet, nuk di të pushoj. Po sa e lodhshme që bëhet, si nuk e kupton njëherë, si nuk e kupton që kur ka diell dhe kohë të bukur, mësimin të paktën ta bëjmë jashtë, në natyrë. Po mirë që ajo se kupton. Por si nuk doli një i mençur, që t'ja çoj në mendje, frap, dhe ajo të na nxjerr për jashta që të lozim. Sa herë kam dashur t'ja them, por nga mua nuk kanë shumë besim. Sepse kanë dalë aq shumë pashofeme për atë fisin tim sa ti nuk e ke idenë. Po, mirëmëngjes një herë, Leporushe. Mirëmëngjes. Moj komshi e bukur. Sa gjëna që fshe këtë lloj bukurie. Dëgjoj, ti ke dëshirë të fitosh ca lek, të bësh e pasur? Po. E si? Ke dëshirë. E po ti mund të spilosh në për spilata dhe mund të shfaqesh komplet bukurinë tënde se sa të ndryesh në atë shkollën e ka jo mjellma që vetëm mjell gjithmonë. Po të duash të ndihmoj unë, sepse ti ke atë sharmin tënd të bukur, atë gëzofin tënd të butë, dhe jam i sigurt që do korrë suksese pafund. E ke
ke menduar ndonjëherë këtë lloj mundësie? Pa çoje ndërmend ndonjëherë. Moj zonja Dhelpër, po ti sa po e the vetë, moj, që të gjithë që të njohin për mashtrimet e tua. Ti, si mendon që unë jam aq budallaqe sa dhe më ndjelet që të të besoj ty, moj? Si thua, ha? Pa mendoj e njërë, më shiko të dukem aq budallaqe unë ty. Po pse unë që të dukem ty, pekorqe? E të shqipo glushe. Mua nuk më interesën fare se çfarë thonë të tjerët, por më vjen mirë për ty që përveç se e bukur, që në edhe e gojës, ose si thojnë ato korçarkët, që në qiklafazank. Do më thënë, si thonë ndryshe oratore. Po. Ti me këto të dhëna, jo vetëm që do sfilosh, por do bësh edhe një prezantore e madhe. Dhe dëgjoj këtu. Kam shumë miqën nëpër televizora. Është ai për shembull, ai televizioni i pyllit. Ja. Intuita ime e parë e kishte vënë re këtë. Prandaj ta sugjerova. E bukur dhe oratore. Tani po. Këtu ndryshon puna. Këtu ndryshon 100%. Dëgjoj. Do ta mendoj edhe do ta them. Ashtu be. Po filloj që tani ta mendoj. Sa më pëlqeu shumë. E di pse? Edhe në shkollë kam bërë prezantuese. Në aktivitetet të ndryshme. Edhe të gjithë janë dashuruar pas zërit tim, në fakt. Shikon që flasim kot, ato thashkëthemit për atë fisin tim, sepse ne jemi, ne nuk jemi dinekër. Ne jemi të mënqur, jemi shumë të mënqur. Edhe, unë mendoj që nuk duhet ta mendosh ka gjatë ti më Lipërushe. Dëgjo mua, po me lusin që ti ndihmoj për t'i ofruar në televizor, por unë për të mirën tënde e kisha, më vjen keq që një talent ka që rrallë sa këti. Është ndër rrugëve, dhe nuk e ka zënë atë vendin, si thuash, atë vendin tënd, pse duhet të ta zënë, sa që nuk din se si flasin, sa që i bëjnë ato fjallet me s në fund, me i në fund, me i në fund. Ti e fleta që bukur. Dëgjo, edhe një mikja ime, që nuk është Dhelpër, më tha jo Leporushja, tha jo, vetëm që është e bukur, tha. Po dhe fjalla, tha i dela që bukur, tha sa është e bukur vetë. Vërtet ashtu të mi po... Ashtu të thëmë. Atë ndoshta e besoj, po ty më zonja Dhelpër, ty nuk të besoj fare. Sa e liqe. Po të më bërë vonë për në shkollë tani, që të bëj unë tani? Mësuj se Mirma do të më qortoj. Më rrofshin lëvdatat e tua, të pavlera, të kota. Si ta zgjidhun tani këtë? E shikon që ti vetëm probleme krijon kudo që shkon. E tani ti pse ndryshon kështu me anin direkt, dëgjo mua. Me që ti ku ora e parë, e mësimit, s'ka kuptim që të shkosh më. Okej? Si pas mejet, e mirë më shko fare. Dhe i thuaj që që ka zënë virosa. Se kështu, me një orë s'ke se i rësifikon atë mungesë. Çdo i thuash që bëra mua bet me Dhelpër? Thua? Po që ke të drejtë. E shikon? Thashëm mua më lusin të gjithë për t'i dhënë ndonjë mendje, por ti s'më beson.
Kur do e kuptoni gjanëm? Kur do e kuptoni se sa e vlefshme jam? Mirë, se po të besoj. Mirë. Pra. Me që kam pak kohë, i thua, e jam më trego, të interesohem që të bëj atë prezantuesen në televizionin e pyllit. Ti thua. Ja, ky është një lajm. Hopla, Hajde. do t'jetë një shfaqje për të mos të harruar kur gjithë pylli do marrë pjesë dhe ti do drejtosh. Të gjithë do të maniten. Hajde ikim. Oh, sa lartë që ikëm, moj zonja Dhelpër. Kaq lartë? Po unë e di që televizioni është nga ana tjetër e pyllit. Nga po na çon kështu? Ha? Po këto rrugët që kanë, po këto që kanë të pashkelura fare, moj zonja Dhelpër. Heti, po të shketi. Ti edhe kam shpet, u lodhe ti. Prit dhe pakës se do mbrej. Okej? Madje, e di çke? Ndrova mendje. Pushojmë pak dhe nisemi sa po të bjerë pak dielli se na lodhi ky i shkret. Sa shumë që përbelon. Ta dia kisha marrë një palë syze se ka ndalove në modë. I ke dëgjuar si thonë? Syze stil Mace. Po në fakt, janë stil Dhelpre. Dhe këtu, ma hanë të drejten. Çfarë thua, moj Dhelpër? Unë duhet isha kthyer tani. Unë do të kthehem. Ti si të duash? Bë shumë vonë. Unë duhet ta kisha kuptuar që ti nuk e qdor nga i zakoni jot i vjetër. Si nuk e kuptoj? Ashtu, Po. Do kthehesh ti? Po. Je sigurt që do rrezikosh karrierën të ardhmen tënde të ndruar kushdo për të dalë në televizion? Ti që do kthehesh? Jo, nuk dua asgjë tjetër, nuk dua. Dua vetëm të kthehem. Unë dua të kthehem në shtëpinë time, te miqtë e mi. Po je pak vonë. Je pak vonë për të ndruar mendje, dashur Leporushe. Sepse moj budallaqe i zjarri bubulak aty në strofë kullën time, po të pret ka kohë. Sa do e zgjuar që u tregove, harrove që unë jam Dhelpra. Si kështu? Po ti mua më premtove. Ti mua më dhe fjalën. Ti mua më the që je aq e mençur sa të marrin të gjithë për mend. Po tani që ti nuk e ke marrë parasysh një fakt tjetër. Tjetër? Akoma ke zemër të flasësh ti? A i gjenë gjithë këtë guxim ti Leporushe? Po ndoshta nga që jam më e mençur se ti? Ja, për shembull. Ti e di që unë jam aq e aftë sa të futem në atë vrimën e vogël tunel që më çon drejt në shtëpinë time. Dhe ti do të mbetesh e uritur dhe e turpëruar. Ik kur s'ta hangat papjeku. Po kështu është kur tashmë e mbadhe mbetesh paqja. Të dashur fëmijë, morali i fabulës është ai që ne e dim të gjithë. Sepse Dhelpra është po aq e vjetër sa e Zopi. Mos i bersoni verbrisht fjalëve të bukura dhe mashtrose. Sepse shpesh pas tyre fshihet interes i fshetë. Kemi thënë, mos pranoni karamele nga të huaj, nga të panjohur. Mos pranoni as edhe një akullore nga askush që nuk e njihni. Ato mund të jenë të mirë, por pas tyre
gjithmonë është rreziku që të fshihet diçka që do ju dëmtoj. Vendimet e nxituara, sidomos kur ndikohesh nga të tjerët, mund të largojnë nga rruga e drejtë dhe të sjellin pasoja. Mendimi i kthjellët dhe besimi te vetja janë mbrojtja më e mirë ndaj mashtrimeve. Bravo. Bravo, Xhaxhi Sandri, unë këtë kam dashur të them. Edhe një fjali kam dashur të them që duhet të jemi sy hapur ndaj gënjeshtrës dhe duhet të kemi gjithmonë për të luftuar gënjeshtrën një mendim në kokë, të zgjuar se si ta luftojmë dhe ta kapim me intuit që tjetri që kemi përballë po na çon në rrugën e gabuar, sepse ne nuk duhet të besojmë lehtë, ashtu siç the ti. Dhe duhet të kemi kthjelltësi për të kuptuar se si po na e thot fjalën ai tjetri përballë, se jo gjithmonë na gënjen dhe na mashtrojnë, por ne duhet të kemi besimin në vetvete dhe intuitën për t'i kapur gjërat me lehtësi, sa të jemi në kohë, sepse ndryshe pastaj e pësojmë. Si kam dashur unë ta bëj atë përrallën, të bëjnë të mendojnë që lepurushja është mendje lehtë, por në fakt lepurushja ndon se nuk shkoi një ditë në shkollë. Ajo kishte shkuar tërë kohën në shkollë dhe kishte qenë nxënëse shumë e mirë dhe kishte mësuar aq sa të mos i besonte dhelpërisë së dhelprës, gënjeshtrave dhe mashtrimeve të saj. Teta Moza, unë duhet të t'jap edhe një lajm të bukur. Kjo zonja këtu, poetja mike jon, Ana Korça, na shkruan nga Anglia, ajo ka një mbes dhe një nip fantastik, njëri më i bukur se tjetri, dhe që ajo me durimin, dhe që ajo me durimin, pa janë akoma të vegjël, të do rritën, ajo me durimin e madh. Të vitit Ana. Teta Ana. Teta Ana këtu mund të vi, sepse Teta Ana, se si mduket kur i them teta, ka bërë të paktën më duket vjet një libër me pralla ose me tregime, ose që të mos e fus kotën, po do ma thoj ajo tani në koment, me poezi për fëmijë. Sa bukur, po ne mund dhe ka pasur shumë sukses. Dhe ajo vetë mund të vi. Nuk e di. Ja, ajo është në dëgjim dhe po na e dërgoj, ajo mund të ma dërgoj edhe mu në WhatsApp. Edhe e lexoj. Ose edhe një pjesë të shkurtër. Çfarë të ketë? Okej, në rimezimi, romancerja. Urime për emisionin Çiftit që drejton dhe interpretoni kaq bukur. Faleminderit Meri. Faleminderit Merit. Meri është një zonjë e bukur në të gjitha dimensionet e bukurisë së saj. Dhe një shkrimtare e fortë. Atëherë, tani unë e ngacmuar nga kjo temë për lehtësinë dhe kënaqësinë e dëgjuesve të vegjël, kam bërë dhe një vjersh të vogël që e kam muzikuar dhe e kam titulluar kështu. Ndiqeni. Gënjeshtra e ka emrin dhelpër, si ajo t'im zare njësoj. Nga dalë pa undje, me fjalë të mblat të mashtron. Për këtë lele në buzë që shqit, si një loje parezi, por pastaj të qonë në kurt, larë së vërtetës pak nga pa. Jo, s'dua gënjeshtra
që je fryte, kur e rit me për kushtim. Të pëlqeu? Atëherë, teta Manushaqi Ismailaj, Më ka dërguar edhe diçka. ty? Po, shikoje. Ah. Fli është një lebërus i kasuar, ai mund e felion ditën e tje, sa me heret një gret, hap një kërvati, hap dritërën për arjen, a pastër dhe pastaj fillon të laj të mbet me një vërç të vogël. Është i vogël. Shpirt i vogël. Bravo. Island, është në Island dhe ai arrin Po, të flasë, po. përpiqet të flasë kaq bukur gjuhën shqipe, ëh? Moza, çfarë kënaqësish janë këto, të betoj. Ne edhe mund të mos themi asnjë gjë, mjafton të vëmë këto gjërat, mjafton që fëmijët kudo që janë, gjyshet që janë kaq të kujdesura. Flogerta Krypi ka botuar librin I Lidhje dhe Leporushi. Është super libër. Faleminderit Shpresa Mejdani. Do e gjejmë patjetër. Desha të them këtë që shiko se sa bukur janë, çfarë emocionesh ka. Të gjithë ato fëmijët e tjerë që kanë parë këtë 30 sekonda të videos, do i kërkojnë mamit, babit, vëllezërve të mlej, motrave, gjyshëve, dhe thojnë, më gjeni një libër edhe mua se duhet filloj ta lexoj. Shkruaj vepër. Ti nuk e di se sa surpriza kemi akoma, ti nuk e di akoma. Të kujtohet... Ti e më keq se sa ajo dhepra. Po unë, Se stregona. Leporushja që nuk besova te mashtrimi I dhelprës. Se ti nuk tregon asnjë gjë. Mençur, se jam e mençur. Tregon asnjë gjë. Shiko ka një mesazh nga Endriti. E njëjtë Xhaxhi Endriti është piktor. Ai pikturon shumë bukur. Ky është miku ynë më I mirë. Pa harruar dhe pa thënë për të tjerët. Mi mbrëma miqtë e mi të mirë, Moza e Sandër, urimet më të përzemërta për këtë botë kaq të bukur që ve shpirti me dritë dhe magjinë e saj. Ju përshëndes përzemërsisht. O ne Endrit të përshëndesim dhe faleminderit që je gjithmonë në çdo emision me ne. Të falenderoj vërtet. Tani, Xhaxhi Sandri të kujtohet grupi I fëmijëve. Asnjë gjë s'u kujtohet. Nuk të kujtohet. Grupi I fëmijëve që janë në Astir, tek ai bar Happinistoni, që neve e shfaqëm herës kaluar aktivitetin e tyre. Shikoj se na kanë thënë fëmijët në formën e përshëndetjes për emisionin ton, për gjithë fëmijët. Dhe kanë improvizuar një moment falenderues për ne. Dhe ne jemi shumë të entuziazmuar dhe falenderues për to. Dëgjoje. Xhaxhi Sandri kanë bërë për ne, kanë bërë në dispozicion për ne një hapësirë të shkurtër televizive, dhe që s'është pak e shkurtër në fakt, është goxha e gjatë dhe faleminderit edhe për këtë, për ne fëmijët e komunitetit të Astirit. Një duar të pikë për ata të dy dhe do t'i themi çfarë. Xhaxhi Sandri edhe Teta Moza ju një presim të vini këtu, siç edhe keni dhënë fjalën, por duam gjithsesi që në fund të këtij aktiviteti kaq të madh dhe të bukur, në festën përfundimtare, ku do të kemi dhe koncertin me fëmijët, një koncert shumë ngjyrësh, me shumë surpriza, me shumë të ftuar dhe ashtu siç e di vetë artistët në fakt. Mendojmë që do të kënaqemi së bashku, por do të kënaqemi edhe juve personalisht. Dhe jam e sigurt që nuk do zhgënjeni. Ju urojmë gjithë të mirat, punë të mbarë dhe sukses e faleminderit e njerë për suportin që na dha. Faleminderit e njerë. Do të vim.
Kjo është kënaqësi e jashtëzakonshme. Ky është suksesi i këtij emisioni. Këta janë njerëzit e mrekullueshëm të artit që nuk bëjnë zhurmë, por e promovojnë kaq bukur artin mes njëri tjetrit. Jemi një familje e madhe që të gjithë punojmë vullnetarisht. Edhe ky djalë i mrekullueshëm Toni me bashorten e tij artiste bëjnë të mundur që këto fëmijë të gëzohen, të argëtohen, të bëjnë art, të shprehin talente, të inkurajohen. Edhe mësueset kryesisht kanë një rol të jashtëzakonshëm në promovimin e talenteve të reja. Kalojmë tek materialet tona tashmë, sepse unë jam shumë emocionuar pas këtij inserti ku ata na ftuan dhe ne do të shkojmë patjetër. Unë jam më shumë se sa ti, kështu që vazhdo ti thuj çfarë të dush, unë as i fjalë nuk do të them. Në rregull. Atëherë, me që ti dhe unë jemi kaq të emocionuar, unë kam mendimin që të vendosim këndin e leximit. Enkeleda Jusufi Allamani na thot urime për emisionin. Faleminderit. Mirëmbrëma, ju ndjekim me shumë kënaqësi, çfarë kënaqësie është për ne kjo. Është faleminderit është pak t'ju themi, por mirënjohëse për kohën që kaloni me ne, për faktin që janë të rritur dhe qëndrojnë në një emision të tillë. Në fakt, Sandri ka thënë që në hapje dhe në nisje të kësaj nisme tonën, ky nuk është një emision thjesht për fëmijë, ky është një emision dhe për ata të rritur që duan të edukojnë fëmijët, të japin kohë fizike fëmijëve me qëndrimin së bashku, të ndjerit fëmijë gjatë gjithë zhvillimit emocional të fëmijës, na bën mirë sa atyre edhe ne të rriturve. Kështu që le ta zgjasim pafund kohën e qëndrimit dhe të investimit për edukimin edhe për dashurinë që i japim ne në forma të ndryshme. Unë dua që tashmë të ndalem në një rubrikë të veçantë të posaçme që e kemi titulluar Këndi i leximit. Në këtë kënd leximi ftoj të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë, që të vinë dhe të gjejnë një kënd, qoftë në familjen e tyre, në shtëpinë e tyre, në ratin e tyre, në shkollë, në natyrë, kudo që të jenë, të ulen dhe të lexojnë një pjesës dhe të na e dërgojnë. Unë kam bërë një prallë të animuar në kohën e pandemisë, kur të gjithë shpërthyem në artet tona, përmbushëm shpirtërisht boshllëqet që u krijua nga epidemia, distancat e të gjitha këto, dhe dua që ta ndaj me ju një përrall, siç është Bishti i Dhelprës, meqense jemi ende tek Dhelpra dhe të gjitha mashtrimet edhe gënjeshtrat e saj. E ndjekim dhe kthehemi pas pak. Bishti i Dhelprës. Të dashur fëmijë, në orën e leximit, sot do të lexojmë pikërisht këtë përrall. Në pyll kishte gjallëri, e të gjitha kafshët ishin me mendje të ngritur. Dikush lëmonte pendët që të shkëlqenin, dikush krihte qimet e lëkurës që t'i bënte sa më të shkrifta e të shëndritshme. Dikush tjetër lahej e parfumosej pa pushim. Luani, mbreti i kafshëve, kishte shpallur garën e bukurisë. Atë mbrëmje, të gjithë do ta merrnin vesh se kush e kishte bishtin më të bukur, e duke përjashtuar natyrisht bishtin e Luanit, bukuria e të cilit ishte e padiskutueshme. Mbreti formoi urinë, e emëroi si gjyqtar kafshët që ju duken më të mençura dhe që s'kishin asnjë mundësi që të fitonin, meqense bishtat e tyre ishin të papërfillshëm. Kështu që në juri bën pjesë Kukullajka, për aftësinë e të vëzhguarit të saj, për pispillosjen dhe për jetën aktive të natës, gjithmonë në kontakt me botën e bukur. Dreri, simboli i elegancës, krenar për brirët e tij të mahnitshme, por me një bisht sa për të thënë. Deri i egër,
që kishte një bisht të vogël qesharak si hapse shishesh dhe të themi të drejtën, turpërohej pak. Po ç'të bënte? E në fund, lepurushi, që të gjithë e dim që e ka bishtin si cung. Garën e drejtonte ujku. Jo vetëm se kishte fituar një herë në vitet e kaluara, por edhe sepse ishte më i vjetri i grupit. Gara filloi. Sipas radhës kafshët që merrnin pjesë në konkurs, u ngjitën në skenë. Bën një shëtitje të vogël, parakaluan para publikut me një përkulje të lehtë duke u përshëndetur, treguan se cili bishtin e ulën në mes të publikut. Juria merrte shënime dhe votonte përmes duartrokitjeve dhe vërshëllimave të pjesëmarrësve, të miqve e të afërmëve. Më në fund, mbetën në garë 3 kafshët finalist. Nëna Arush hapi konkursin duke treguar me krenari bishtin e saj, që vërtet ishte i shkurtër, por ama i but si pambuk. Pastaj u paraqit duke kërcyer ketri me bishtin e tij mahnitës, me qime të dendura e me ngjyrën e gështenjave të vjeshtës. E në fund, na u shfaq Dhelpra, që me këtë rast e kishte krehur mirë bishtin që të duke me qime sa më të dendura e të shëndritshme si mëndafsh. Juria pasi ndoqi me vëmendje, u mblodh, bisedoi gjatë e gjëre, pastaj një zëri deklaroi që fituese e konkursit ishte Dhelpra. Bishti i saj ishte më i bukuri në të gjithë pyllin. Kukuvajka bëri fotografitë e ceremonisë, ndërsa Dhelpra e mbushur me krenari dhe gëzim, po merrte medaljen që u dha me këtë rast, si edhe përgëzimet nga të gjithë. Ç'ditë mrekullueshme, mendonte me vete Dhelpra, duke u kthyer për në shtëpi. Tani unë mund të martohem me atë që dua unë. Së shpejti të gjithë do të mbesin në rreshtin e adhuruesve. Të gjithë do të duan të martohen me fituesen e konkursit. Me këto mendime të ëmbla në kokë, Dhelpra ju afrua kotecit të pulave, që ndodhi shumë afër strofullës së saj, e tha: në fakt, duhet vërtet një goxha pule majme për të festuar denjësisht fitoren time. Një të thënë e një të bërë. U fut në kotec nga vrima e zakonshme që kishte hapur më parë tek rjeta. Vetë se roja po e priste tek shtegu. Kishte vënë një lak tamam tek hyrja e vrimës, kështu që Dhelpra na përfundoi në kurth, duke u penguar pikërisht nga bishti i saj i bukur. Dhelpra u drodhe, u përdrodh, sa majta, sa djathtas, e arriti më në fund të lirohej. Vetë se këtë herë me bishtin e rjepur, dhe që e kishte humbur gjithë bukurinë e parë. Që nga ajo ditë Dhelpra, e turpëruar, nuk e nxori më kokën jashtë. Ndërkohë që të gjithë kafshët pyesnin ku kishte përfunduar vallë fituesja e garës së bukurisë, si edhe bishti i saj i mrekullueshëm.
Ja pra të dashur miq, kjo ishte historia e Veprës. Opla. Besoj që ishte aq e bukur dhe animuar aq bukur dhe duhet të falenderojmë këtu Teta Ligerta Nazëraj, ka bërë animimin e kësaj porralle, gjithmonë ato kohëtësisht. Por shiko se sa bukur e ka sjell dhe ende sot neve na përcjell dhe na lë gjurmë nostalgjie për fëmirin. Xhaxhi Sandri, ti e ke mbyrë kohën, ka rrjedhur. Ka vajtur ora 1 orë që kemi kaluar nga emisioni, por ne kemi ende shumë gjëra për mbaruar. Si thua? Si do ja bëjmë? Jo, po ne kemi ende materiale. Shikoje, është një djalë i vogël, i cili na ka dërguar një Përse e di, e di se kush është ai. Mirë, ta dëgjojmë, po ti do të na e prezantosh. Mirë. Po jas ka një emër të vështirë ai. Si e Ka një emër të vështirë. Ka Will, e Coel. Jo, nuk e gjem dot. Prit, po si nuk e gjekam dotën, mund të thotë që se gjetët. Usaid, e ka emrin Usaid Jaupi. Është një djalë 8 vjeçar, është në liceun artistik të Tiranës dhe ka një klasa e 2 dhe ka një talent të rrallë. Nuk e zbulojmë se cili është talenti i tij. Teta Moza? Do ta dëgjoni, ju ja dëgjojeni tani. Përshëndetje, unë jam Usaid, jam 8 vjeç. Bravo Usaidi, bravo, një talent vërtet. E pe një moment po i binte pianos me një dorë, pastaj mori pjesë me të dyja. Komplimenta familjes që ja inkurajojnë talentin fëmijëve, sepse të gjithë fëmijët kanë talent, të dashur prindër. Të gjithë fëmijët dërgojnë sinjale nga talentet e tyre. Mjafton të jemi të vëmendshëm, ti dëgjojmë dhe ti drejtojmë. Kjo është detyra jonë si prindër. Ata e kanë vetë arsenalin, ne duhet thjesht t'ja vëmë në përdorim. Tani, unë jam i sigurt që djaloshi është duke na parë. Jam i sigurt. Okej? Dhe jam i sigurt sepse di një fakt që ai djaloshi vogël ka dhe një motër më të madhe. 9 vjeçe. Ajo motër është këngëtare shumë e mirë. Shishi, po do na sillin ndonjë këngë neve? Erës tjetër, ai do i bjerë pianës, do e shoqëroj dhe ajo do këndoj. Dhe ne do bëjmë një spektakël, një koncert këto. Dakor? Surprizat nuk kanë të sosur. Mua më ka ardhur një letër nga një gjyshe. Nga një gjyshe që ka qenë e ftuar edhe në emisionin e të rriturve. Ajo është Elisabeta Isufaj. Po në me, pritër. Mbesës Qëne gjyshe? Po qëne gjyshe ajo? Ajo është gjyshe, mos e shikoti që është ashtu si çupe vogël. Ajo është gjyshe. Dhe i ka dedikuar mbesës së saj një poezi. Edhe mbesa quhet Elina, lulja e shkurtit, se ka lindur në shkurt. Titull shumë i bukur. Prit, tani të vëm një çik muzikë, se neve Xhaxhi Nardi na ka krijuar mundësinë që të kemi muzikë kur interpretojmë. Dëgjohet?
Dëgjohet. Okay. Elina lindi në shkurt. Dimri ende mban frymën e tij të thotë. Mëza. Ndjesh me shumë shkëputje. O ulja pak zërin muzikës, dhe shikoje pak mikrofonin sepse ishe me shumë shkëputje. Okej. Mikrofoni më duket se një sekond, mikrofoni më duket se është stakuar. Mikrofoni ka një gjë, po s'ka gjë, e bëjmë pa mikrofon. Jo, tani ndjesh mirë. Okej. Elina, lulja e shkurtit. Dëgjojmë. Po. Elina lindi në shkurt, kur dimri ende mbante frymën e tij të ftohtë. Dhe dritaret gulfonin nga era. Por me të erdhi një ngrohtësi e re, si një zjarr i vogël që ngizet, pa bërë zhurmë, pa bërë stuhira, thjesht duke sjell dritë, si një lule që çel para kohe. Ajo hapi sytë e saj të mëdhenj dhe ne pam në tan një pranver që po vinte ngadalë, me ngjyra të buta dhe aromë shprese. Në çdo buzëqeshje të Elinës rri një mëngjes i ri, një ditë që bëhet më e gjatë, një zemër që bëhet më e ngrohtë. Ajo është dëshmi se dhe muaji më i ftohtë ruan në gjirin e tij një mrekulli, dhe ajo mrekulli ka emrin Elina. Nga gjyshe Elisabeta për Elinën lulen e shkurtit. E Ta ketë falenderoj. me jetë dhe me shëndet, dhe të bëhet një lule jo vetëm e shkurtit. Por edhe e çdo stine. E çdo stinë. Sa bukur na kanë ardhur mesazhe të reja. Shikoje, ti tamam usha që na ka shkruar prap. Librin Kush i vodhi karrot, atu në kam botuar në 2 gjuhë, anglisht e shqip, dhe ishte mbesa ime që më bëri të botoja dhe libra për fëmijë. Tani kam dorë librin e dytë për fëmijë me titull Mikrobet, knatësi që ndava një pjesë të shkurtër të mbesës. Emision të mbar, Moza dhe Sandi, respekte. Ne të presim sa herë të kesh diçka të bukur për të ndarë me fëmijët dhe me emisionin ton, je gjithmonë e mirë pritur. Elizabeta Isufi, jemi për pak qaste fëmijë në atmosferën magjike në botën e fëmijëve. Ju falenderoj Moza dhe Sandi. Merita Palushi, bravo, urime e suksese këtij talenti të çmuar të pianos. Faleminderit Meri. Shpresa Mejdani, ky ishte një stup relax për ne. Unë në këtë orë i lexoj çdo darkë libra me pralla djalit tim. Pasi që në orën 20 ai ka orarin e gjumit. Sonte ishte kënaqësi e veçantë që ju lexuat dhe interpretuat kaq bukur. Faleminderit edhe një herë. Sepse më emocionojnë mu këto. Gjumë të ëmbël të gjithë fëmijëve që flen gjumë në këtë orë. Dhe jemi shumë të lumtur që ne jemi me ju dhe bëhemi pjesë e relaksit dhe një ëndre të bukur që ju pret të gjithë ju voglush. Enkeleta Jusufi Allamani. Elina, mbesa ime ishte artiste e tezës. Artiste e tezës. Mbesa ime artiste e tezës. Nuk të lën lotët tani, nuk të lën lotët ty. Mardelina Lina, mi mbrëma gjithë dëgjuesve të radio.de, uroj suksese pafund për emisionin tuaj kaq të rëndësishëm për fëmijët. Jam suportuese për emisionin tuaj si organizim. Suksese Moza Aleksandër, bota jonë, fëmijët shkëlqejnë duke i dëgjuar. Faleminderit Mardelina që nuk mungon asnjëherë. Në fakt është një kënaqësi e jashtëzakonshme që ne të ndajmë emocionet edhe me të rriturit, sepse janë ata që i shoqërojnë fëmijët, ju rrin pranë për t'u ndjerë jo vetëm të mbrojtur, por edhe të edukuar, orientuar. Emisione për fëmijë ndoshta mungojnë dhe ne jemi një nisëm shumë e dashur e ngrohtë e kërkuar, sidomos nga shqiptarët e diasporës.
por kjo nuk do të thotë që emisionin që ne kemi titulluar për bashkëdhetarët e vegjël, ne të mos kemi përfshirje nga të gjithë fëmijët kudo që ndodhen. Edhe në gjuhë të huaj po të flasin, ata janë fëmijë dhe kanë vend në këtë emision, sepse i ndihmojmë që edhe fëmijët shqiptar të mësojnë gjuhë të huaja. Ne jetojmë në një botë globale dhe ky emision duhet të jetë global, duhet të jetë gjithëpërfshirës. Xhaxhi Sandri, ne kemi edhe një moment tjetër që nuk mund ta mbyllim pa lexuar pjesën e romanit ku kemi ndërtuar. Mos ta lexojmë një pjesë të vogël. Ti mund të lexosh një pjesë. Teta Moza, sa minuta kam në dispozicion? Po, nuk duhet t'i mërzisim shumë fëmijët. Unë them që mos ta mbarojmë të tërë kapitullin. Kurse unë them diçka tjetër, duke kërkuar të falur Xhaxhi Rudolfit. Ta lëm Pereirës. Me që sonte na ishëm të mbushur edhe me surprizat të tjera. Atëherë, fëmijët e dinë se ku ne kemi ndërprerë, kemi ndërprerë aty ku themi, por një qen i vogël sa do i ditur tjetë, ka nevojë gjithmonë për një njeri. Mbajeni mend këtë, voglush. Është kafsha më besnike e njeriut, edhe ai gjithmonë ka nevojë për shoqërinë e njeriut. Atëherë, kemi mbërritur në fund të emisionit. Ne falenderojmë të gjithë ata që ishin me ne. Falenderojmë Xhaxhi Leonardin që ka mundësuar që kjo hapësirë Ne tani mërzitemi që po ikim. Por neve duhet të hikim, Xhaxhi Sandri, sepse ne duhet të vrapojmë për të bërë gati materialet për ditën e mërkurë për të rriturit, sepse ne nuk gëzojmë vetëm fëmijët, por ne gëzojmë edhe të rriturit, artistët, talentet, të rinjt, kushdo që e don artin dhe i bashkohet besimit që ne mund t'i çojmë përpara dhe t'i përçojmë vlerat. Dhe le ta kujtojmë edhe këtu pa marrë vesh, pa i treguar kujt se kush është, kemi një nga lirikët më të mirë të poezisë shqiptare, të zëshëm dhe të atyre që i kanë ndarë dekadat, por lirika ti është kaq konkrete, është kaq e bukur, është kaq e ëmbël. Të zbulojmë diçka fare të vogël. Po e bëjmë si pimpat. Është Nadeti. Është Nadeti dhe është një poet, një shkrimtar edhe për fëmijë, që një herë në këtë emision ne kemi sjell poezitë e tij për të përshëndetur dëgjuesit tanë të vegjël. Për më shumë, kushdo që ka qenë i vëmendshëm, tashmë e ka gjetur dhe e ka zbuluar. Nuk themi që është Xhaxhi. Natën e mirë, fëmi. Natën e mirë. Historitë dhe lojëra tona s'kan kur mbarim. Sonte në ëndra me vete do t'i marim, derisa t'i zgjojmë sërish së bashku një ditë. Me Mozën dhe Sandrin sotu dhe tua, në botëra magjike kur e shtar u qytëm me fjalë të bukura dhe plot dritë.
foto da tua